Urojmë sot gjithë besimtarët musliman, gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin, paqja, mirësia dhe begatia qoftë në sofrat tuaja familjare çdo ditë. Zoti e mundsoft agjërimin edhe pranimin e lutjeve për gjithë besimtarët musliman për shumë vite. Edhe në emër të bashkisë, uroj të gjithë besimtarët musliman i gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin. E bashkë me urimet që i bëm, shprehim të gjithë mirënjohjen për gjithë periudhën e bukur të Ramazanit që kaloi në paqe, dashuri, që të gjitha lutjet, kërkesat e shpirtit që i keni drejtuar Zotit, t'ju plotësohen e t'ju shoqërojnë për çdo ditë e jetës tuaj. Uroj tanë besimtarët musliman kudo që janë gëzuar festën e Fitër Bajramit, për ata që kanë agjëruar ja u pranoi Zoti dhe paqe, harmoni e bekime për të tanë. Kam derin sot nga Shkodra, turoj gjithë besimtarët gëzuar, le të jetë kjo ditë e bekuar një fest paqe dhe dashurie, një ditë ku triumfon e mira dhe e vërteta për gjithë besimtarët dhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit. I uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin, marrësi dhe lumturi dhe begati paqen familjet e tyre. Gëzuar dhe gëzuar. Dua t'i uroj të gjithë besimtarët musliman Fitër Bajramin, gëzuar dhe për shumë vjet. Qoftë një muaj paqet, lutjet për secilin nga ne, gëzuar edhe një herë për shumë vjet.